Prime i mbrëmshëm i Big Brother VIP Albania ka pasur mjaft dinamika dhe për të folur për këto dinamika kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin e njohur Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për mundësinë dhe intervistën që do të zhvillojmë së bashku. Përshëndetje, faleminderit juve. Klevis, çfarë dinamike që kishte mbrëmjen e dieshme dhe kush ishte ajo dinamikë që ti mendon se e mori gjithë vëmendjen e Prime-it? Është pothuajse i njëjti Prime. Të jem i drejt për drejt. Miri tashme e zëm se është një kryefjalë në atë shtëpi me trekëndshin e tij dhe me lojrat e tij të dashurisë aty brenda. Diçka që është bërë bajat në syrin e publikut, të them të vërtetën, na ka lodhur e gjithë kjo histori, e do se do babe e gocë, e pothuajse Prime i dje ka qenë një boring Prime, kemi parë gjithashtu dhe 2 hyrje të re në shtëpi dje. Nuk mund të them që po shohim diçka që na tërheqi. Të jemi sinqert, unë dije vetëm një gjë që ka bërë publiku që të ketë pak emocion dhe t'i tërheqi pak vëmendjen në ekrane, ka qenë momenti i surprizës që ka bërë Seno ndaj Juliës, diçka që se kemi pritur, të jem realist. Ishte diçka shumë reale, një surprizë mjaft e bukur në anën e Senos dhe për t'i dhënë një mesazh të gjithë banorëve të brenda, jo vetëm Juliës, edhe pothuajse në thonjza si një mini falje, duke kërkuar një mini falje publikut për reagimin e tij të fundit të ashpër që e eliminoi nga gara. Këto them sinqertën, po përveç Mirit edhe Selinit nuk ka se kemi dëgjuar diçka tjetër. Kemi dëgjuar edhe bisedën a ka qenë lidhur Brikena me Mateon, po apo jo. Ka qenë një dilemë, jo kam pas folur 2 herë, jo s'kam folur, akoma nuk janë hapur fletët ashtu siç duhen. Nuk dim, as publiku vetë nuk di këtë besoj. Pothuajse publiku është ndarë gjysma me Brikenën, gjysma me Mateon që i besojnë sa njërit sa tjetrit. Klevis, po si shpjegohet që ai sapo doli Seno dhe Big Brother i jep mundësi për të bërë një surprizë në Big Brother? Po Seno në fakt nuk ishte për të dalë atë javë. Seno është dënuar nga produksioni për një reagim të ashpër që pati kundrejt Kristit. Nuk ta them në thonjza, nuk besoj se Seno ka dalë prej publikut aq shumë. Seno është dënuar nga produksioni dhe ka dalë prej produksionit, sepse ja fali një herë, ja fali 2 herë, por Seno nuk arriti ta kuptojë që të mbajë qendrimin e tij. Në atë javën e fundit, para daljes të Senos, Seno me Julion ka pas një kimi mjaft të bukur, të cilët falën çik romans, falën çik ndjenja, edhe kjo gjë u la pezull pas daljes të Senos. Gjë që Seno besoj ka kërkuar që të hyjë sërish, t'ia shfaqi ndjenjen e tij Juliës dhe ti thoj me pak fjalë që unë po të pres sërish, po të pres jashtë derisa ti të marrësh lojën tënde. Unë besoj se publiku, në reagimet e publikut, edhe si fan si Big Brotherit vet, unë mendoj se Seno duhet të rikthehet, edhe besoj se do rikthehet në atë show, sepse ai personazh ka për të dhënë akoma dhe më shumë. Nuk kishte momenti i tij për të dalë. Besoj në të treshe të nominimeve, Casey ka qenë i duri për të dalë, por ja që përputheni mbizotëron në atë format. Kështu që kjo ishte një fatkeqësi për Seno, të themi thonjza, që e nxori prej shtëpie. Klevis, por realisht çfarë po ndodh me Selin dhe Mirit? Nuk mund ta kuptojnë. Vërtet nuk mund ta kuptoj as unë vetë, se ne dim që Miri është i martuar. Kemi parë, siç kemi diskutuar dhe me familjen e tij, me bashkëshorten, me gocën e duke postuar. Kemi parë reagime për herë të parë nga bashkëshortja e tij në rrjetet sociale, duke postuar një foto familjarisht, duke i uruar Mirit fat, edhe që po shkëlqen, që është i mirë, më duket se bashkëshortja e tij e ka marrë çik si shumë
me shaka të gjithë këtë lojën e Big Brotherit, se me sa shoh edhe në për komenti që bën si tip meme në për TikTok, ajo vetiu i kundra përgjigjet me shaka duke komentuar në për këto video që e zëm ka qenë një video ka qenë kënga që Kristi këndo Selinit, ajo kënga që është bërë e famshme tani Tunde ose Selin Tunde, edhe e cila ka komentuar apo që edhe unë do ta tund mirë. Tani nuk e di se me çfarë kuptimi e ka, a e ka miri lojë të gjithë këta, a kanë përgatitur të gjithë këta, apo ai ndjen vërtet diçka për Selinin, sepse një burr tani në të lloj moshe, në një dhomë rrëfimi ku ai përlotet edhe thotë e dua këtë gotë sepse e dua në thonjë sa mënyrë shoqërore, nuk e se e ka shfaqur që unë këtë e dua për të dashur e tepër. Na shumë pikë pyetje. Gjithashtu Selina krau tjetër pas zarfit që ka marrë në Jati, që i cili i ka dhënë në specifike dëshirën e tij ndaj Mirit, ja ka treguar që ai duhet të largohet nga ty dhe jo ti nga ai. Ajo prapë nuk e ka kuptuar këtë gjë. Kam parë disa diskutime që ka pasur me kunatën e saj, me Gertën, e cila ka hyrë 2 prime parë, një javë para, duke hedhë disa kunja që mos, jo po kështu, jo ndej, po këtej. Po thuj se ne i zajmë si informacione na jashtë, po prapë Selini nuk ka rrinë ta kuptoj dot. Më duket se Selini ka rënë brenda me Mirin. Të them të drejtë, ma aq sa e kuptojnë anën e saj. Por që mbetet për të parë, por në është bërë të në novel turke gjithë kjo. Nuk ka se po na fal një lloj emocioni. Besoni që me gjithë kjo gjë është e krijuar nga jashtë dhe po sillet këtu thjesht për po themi për shikueshmëri, apo mendoni që realisht ka diçka mes tyre dhe mendoni që do ketë një reagim të fortë nga gruaja, se përmendët ju që gruaja në fakt ka bërë një koment, po ai ka pasur në formë kërcënimi, pra si e lexon ti? Unë nuk besoj se këta të dy e kanë një lojë në jashtë, se do kuptohesh akoma me qartë. Kjo loja ka nisur brenda në shtëpi nëse është lojë. Por vetvetiu izolimi aty brenda dhe qëndrimi 24 në 7 me njëri tjetrin, ata mund t'i ketë krijuar dhe ndjenja e gjithë kjo lojë në thonjza. Tani sa i përket gruas të Mirit, nuk arrit ta kuptoj nëse ajo ka pas në ironi, e ka pas që do ta tundi mirë sepse do reagoj vetë një ditë, do shfaqem diku edhe do e bëj bamin e saj, ose nuk i bën përshtypje dhe i mbështet mendimin në ndjekësve dhe fansave të TikTokut që rrinë e bëjnë të tilla memesh. Mendoni se po themi loja ose ndjenja që kanë Selin me Mirin do jetë po themi shtylla e Big Brotherit këtë vit? Big Brotheri po mundoj ta bëj shtyllë këtë vit, këtë marrëdhënie, sepse nëse pyesim publikun, reagimet e publikut në një nominim që janë këtë javë, Eugene, Selin edhe Miri, me favorshmja për të dalë, për shembull, është Selini me komentuara në publiku. Më tej vjen Miri gjithashtu. Eugene është mbështetur shumë te gjithë kjo lojë dhe te gjithë kjo debat që është bërë në shtëpi. Kështu që publikut nuk është se po i falin ndonjë ndjesi ose ndonjë romancë për tu adhuruar ose për t'i mbështetur që thonë sa bukur shkojnë bashkë, po këta e kanë pas një mundësi. Nëse këta donin të krijonin një lidhje, kishin një mundësi që herën e parë që u bë ky diskutim tek Prime atëherë. Kur këta të dy deklaruan që unë e shoh si bab, unë e shoh si gocën time, atëherë ata i kanë dhënë pikën kësaj gjëje. Kështu që publiku nuk i sheh dot më tej, pothuajse më shumë do tallet me të gjithë këtë situatë se sa do e mbështesi këtë lidhje. Tani opinionet për rreth televizionit dhe media mund ta mbështesin sepse mediat janë çik me open mind dhe duan çik të japin vëmendje, por syri publikut i dënon ndryshe këta personazhe. Nuk e di se sa mund kupton ti ose sa do më kuptojnë njerëzit, po njerëzit e thjesht e shohin më ndryshe për ditëshmërinë, sepse njerëzit e televizionit e shohin çik me një zhvillim kundrejt ndryshe
edhe sjellin anë për qark, por unë si njeri i thjesht, për shembull, e gjykoj ndryshe gjithë situatë, kështu që unë nuk mund t'i shoh me si çift këta të dy. Dhe nuk arrit ta kuptoj pse javë për javë kemi po të njëjtin prime, po të njëjtën histori. Klevis, po hyrjet e reja. Po, kemi parë Florin dje, ka bërë një super hyrje me Kalin e tij, i cili ja çoi shumë var. Tani këto hyrjet e reja janë sa për të mbushur numrin aty dhe për të krijuar çik ndonjë aleancë ose ndonjë zjarrdhi, të ngrenë çik të ndezin çik zjarret në shtëpi. Siç kemi parë çdo lloj banori që hyn me tej javët e para ose muajt e parë janë thjesht përqendruar për një farë kohe të shkurtër sa për të tërhequr çik vëmendjen e këto. Nuk besoj se janë banorë që do falin diçka ose do shkojnë gjatë në lojë. Tani edhe nuk i dihet, se kemi parë për Big Brother e para që disa nga banorë që kanë hyrë javën e tretë ose të katërt kanë shkuar deri në finale. Por që Flori besoj është shumë i ndjekur, do ketë suportin e tij. Shumica e rinjve ndjekin Florin, e kanë ndjek Florin me kona për TikTok, edhe gjithë këtë punësimin e tij që ka krijuar te në rrjetet sociale me shitje blerje. Është djalë danoç, shumë i sinqert, shumë njeri troç, kështu që më pëlqen si personazh. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit.